Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Tula dhe sot po filloj një vlog të ri. Por I kthehem me një vlog pas një jave mungesë. Faktikisht unë kisha xhiruar për javën e kaluar, kisha xhiruar një temë haul, por duke qenë se e kam bashkëpunim, videot ja u kam dërguar në email dhe akoma nuk kam marrë një përgjigje, një konfirmim. Pa marrë konfirmimin nuk I postoj dot, kështu që java e kaluar ngeli bor sepse xhirimet e tjera nuk kisha bërë. Nuk e di se si ka nisur viti për ju, por për mua janari ka nisur full me punë, shumë bashkëpunime, shumë pak. Do me thënë nuk kam pasur kohë për asgjë dhe kjo është një nga arsyet që unë nuk kam bërë video. Por sot duke qenë se është e shtunë, më ka ardhur dhe motra, po më pret tek dhoma e ndenjes. Thash pse jo, të hapim një video të re, t'ju tregoj fundjavën time, sot është e shtunë, nesër e diel, t'ju tregoj dhe pakot që më kanë ardhur. Siç u thash, kam qenë shumë e ngarkuar dhe po ja u tregoj tani. Produkti I parë është një pallto e shkurtër. Është kjo palltoja virale që është kudo me mëngët me pellush. Është afërsisht kamel, pak me hapur, nuk e di fiks domethënë. Shikoni pak sa e bukur që është. Më pëlqeu shumë, edhe materiali është I mirë, edhe pellushi këtu ishte shumë I butë, shumë I bukur. Pjesa e etiketës. Shikoni pak se sa cute që janë të gjitha. Çdo ditë më shumë shtojnë brendet që unë bashkëpunoj dhe jam vërtet shumë e lumtur sepse synimi im I vërtet është bashkëpunime ndërkombëtare. Produkti I dytë kam zgjedhur diçka pak më të veçantë. Tani unë nuk mbahem shumë për veshje për në darkë ose për veshje për, nuk e di, në një vend me muzikë, në një party. Dhe zgjodha këtë. Faktikisht unë prisja që të më vinin para festave, sepse ndoshta do ta vishja për vitin e ri këtë fundin. Ka dhe pellush këtu poshtë. Dhe në trup dukej shumë lezetshëm. E kam marrë pak më të madhe se ç'duhet, domethënë e kam marrë masa M, siç e shikoni ka më shumë gjerësi sepse ka dhe lastik, por gjithsesi më pëlqeu që nuk ishte shumë I shkurtër, pra gjatësia ishte fikse ashtu siç e dua unë. Edhe këtë mund ta kombinojmë në ndonjë darkë ose, nuk e di, në ndonjë udhëtim së shpejti, kur të dalim night out, mund ta veshim. Megjithëse kjo përshtatet më shumë për festa. Thash që unë e zgjodha për festa. Kisha zgjedhur një gol, por ishte mbaruar dhe mora këtë bluzën si zëndësuese, pra këtë ma sugjeroi vetë brendi. Edhe kjo nuk është shumë për përditshmëri, se ka këtë fiongon këtu. Tani, faktikisht shumë preferencat e mia nuk është, megjithatë më pëlqyen mëngët që janë kështu të gjëra në fund. Edhe për këtë fiongo nuk e di, ndoshta dhe ja heq fare, ta lë kështu si bluzë të thjeshtë, nga mbrapa është me kops. Se kështu është pak si shumë ekstra, më thënë dhe kjo përshtatet më shumë për ndonjë darkë, do ta provoj ta kombinoj dhe me fundin, se ndoshta shkon me fundin. Është një fustan. Edhe fustane nuk është se kam shumë, të them të drejtën. Unë jam shumë tip jeanse, tuta, pantallona. Edhe kur dal, zgjedh të vishem prapë me pantallona dhe zgjedha këtë fustanin e zi. Ka një material elastik, domethënë që vjen pas trupit deri tek beli, dhe pjesa poshtë është kështu. Hap këtu në YouTube fillimisht, nuk e di se si do më ri kjo. Është okay me një pallto. Me thënë, 4 gjëra që kisha bler, 3 ishin zeza dhe duket dashuria ime për zezën, po mendoj që e zeza gjithmonë duket elegante dhe mendoj që mua personalisht më shkon shumë. Ka dhe njerëz që ndoshta nuk I tregon shumë mirë zeza, ndoshta I tregon pak më të lodhur. Bashkëpunimi I radhës është me Vogion, unë do t'ja u lej këtu anash, është një aplikacion pak a shumë si Temu, si AliExpress, që ka gjëra pak më ekonomike, por kryesisht kjo vepron në Angli dhe në Amerikë. Unë kam zgjedhur 4 produkte dhe vërtet që jam surprizuar nga cilësia. Është ky pellushi. Më thënë, e kam veshur një herë, e kam postuar në Instagram
dhe ju betohem nuk ka pasur kod që nuk më ka shkruar për këtë pellush, se ku e ka marrë, e ka qime vërtet shumë të butë, ka këtë, se ta them, këto ujrat në ngjyrën gri dhe është shumë i plot, pra dukesh si një arush. Kishte edhe astarin e vet, edhe ngjyra normal që është shumë e bukur, në ngjyrat të bardha, në gri, shumë cute, e kombinueshme dhe ishte i shkurtër. Nga e njëjta faqe kam zgjedhur edhe 2 golfe, një në ngjyrën gri, të thjeshtë, të shkurtër, është kjo këtu, elastike. Materiali është shumë i butë. Golfi i dytë është ky këtu, në ngjyrën bezh. Janë këto këpucët dhe këto i kam veshur një herë. Janë lëkur në ngjyrë të zezë, kanë këtë detajin silver këtu dhe më pëlqeu shumë materiali. Domethënë dhe goma është shumë cilësore dhe pjesa këtu e lëkurës më pëlqeu shumë. Dhe mënyra se si vinin të paketuara këpucët ishte super. Ishin të futura brenda në një qese me ajër, pra nuk peshonin fare dhe unë mendova në fillim çfarë është kjo që më ka ardhur. Kur e hapa ishte fiks një paketim si ato komardaret e fryrë edhe brenda ishin këpucët. Për t'i ruajtur nga çdo dëmtim rrugës, nuk e di, më pëlqen shumë. Edhe siç e shikoni duket lëkura dhe në dritë që është vërtet cilësore. Një nga pakot më të mëdha që kam marrë është ajo e Temut, por unë nuk e kam këtu për momentin, pra e kam xhiruar, do jetë një video e dedikuar vetëm për Temut, të cilin do ta postoj ndoshta javën tjetër, sepse deri javën tjetër besoj se do vi konfirmimi. Pakoja e fundit për këtë javë është nga Illumina Pharma. Muaj i dytë që bashkëpunoj, më kam qenë shumë e kënaqur muajin e parë me të gjitha produktet që mora dhe këtë muaj kam zgjedhur këto produkte që do t'ja tregoj tani. Fillimisht magnezin, sepse kam probleme me pagjumsinë, ju kam thënë që fles shumë vonë dhe më duhej patjetër magnezi, sidomos tani që bëj dhe aktivitet fizik për pjesën e muskujve, shlodhjen muskulare dhe këto të gjitha. Është magnezi këtu me vitamin B6. Produkti i dytë është një detox. Një detox janë ampulla të cilat pihet vetëm një në ditë dhe ndihmojnë për detoksin e mëlçisë dhe të ëmbëlsit, që është shumë e rëndësishme për të gjithë organizmin. I kanë të gjithë përbërësit natyral bio dhe ka plot 20 ampulla për t'i përdorur në përditshmëri. Produkti i tretë është këtu. Janë ampulla për flokët, një lloj serumi për flokët që vendoset në flokë të thatë dhe e aplikon dhe e le aty, pra nuk është se e shpërlan, e mban gjithë ditën, gjithë natën dhe mira është ta mbash deri në 24 orë të paktën, pa i larë flokët që ta përthith të gjithë përbërjen floku. E ushqen flokun, i jep vitaminat që i mungojnë dhe ndihmon në zgjatjen e tij. Unë kam vendosur që t'i zgjas flokët tani për një periudhë dhe pastaj do vendos prapë nëse do i pres, po jam gjithmonë ai njeriu që nuk gjen rehat kur i thon. Kam marrë dhe këto brufenët. Këto duhen në shtëpi, thjesht më kishin mbaruar dhe mendova të provoj këto, nuk kam provuar. Çfarë doja t'ju thoja është që prej 4 javësh që unë kam filluar aktivitetin fizik, ushtrimet dhe ushqimin e shëndetshëm, nuk më ka zënë fare migrena. Domethënë është për tu habitur dhe është diçka shumë pozitive, sepse unë të paktën një herë në javë kam qenë me dhimbje koke, me kriza migrene, ndërkohë që sapo e kam nisur regjimin ushqimor, vitaminat, zinkun, vitaminën D, tani dhe po pi dhe këto vitaminat e tjera, magnezi dhe këto, plus ushqimi shëndetshëm në 3 vakte i balancuar me të gjitha ato që i mungojnë trupit, pra makrot që i duhen trupit, proteinën, karbohidratet dhe yndyrnat e shëndetshme, nuk më ka zënë koka, edhe këtë po e mendoja diet në momentin që më erdhi pakoja nga Illumina Pharma, edhe pash që kisha marrë dhe brufenët, sepse zakonisht brufenët i përdorja si opsion të dytë, pra nëse nuk më bënte efekti ilaçi i parë, pas 6 orës pija dhe një brufene, kështu me radhë. Dhe thash, nuk më duhen sepse nuk më ka zënë koka, ndërkohë që më përpara çdo
Nuk e di, çdo një javë unë isha me dhimbje koke. Edhe ja u sugjeroj patjetër që këtë vit të bëni një ndryshim, të filloni një regjim për shëndetin rreth parë, pavarësisht se shumica nga ne kemi fokusin tek pamja, tek fiziku, të dukemi bukur, të na rrin rrobat bukur, por e para dhe kryesorja është të kemi një shëndet më të mirë. Dhe nuk e keni idenë se sa e motivuar ndihem, kam energji shumë herë më shumë se sa kisha, ndihem shumë energjike, dita më kalon në aktivitet, dhe kur i mbaron ato ushtrimet edhe kur e mbaron ditën, nuk e di, ndihesh si e plotësuar, sikur po ke bërë diçka, sot nuk e ke shfrytzuar ditën kot. Sepse ndonjëherë na merr puna, rutina dhe këto dhe harrojmë kujdesin ndaj vetes. Jam unë përsëri fiks pas një jave. Do thoni ju çfarë ndodhi që nuk xhirove, thjesht kam haruar të xhiroj. Domethënë duke qenë se kam shumë kohë pa bërë një vlog, edhe kam qenë shumë e ngarkuar me punë, kam haruar që të marr kamerën me vetë. Edhe duke qenë se harova kamerën, pastaj e lash fare, thash okay, varja po e le. Ndoshta xhiroj gjatë javës dolën punë të tjera, edhe ja ku jemi fiks pas një jave. Sot është e shtunë, dje darkë më ka ardhur Sorina, nëse ju nuk e njihni Sorinën, ndoshta nuk i keni parë vloget më përpara. Ajo ka qenë këtu edhe në verë dhe unë kam qenë në Nuremberg në fiks në maj. Pra është disa sekuenca të vlogeve të kaluara. Sorinën e konsideroj më tepër shoqe, edhe pse unë e kam të afërme, familjare. Dhe ajo ka ardhur bashkë me shoqen e saj Veronikën. Veronika nuk është shqiptare. Ato jetojnë në Gjermani, janë shoqe të ngushta dhe kanë ardhur vetëm për një fundjavë. Dhe mendova, duke qenë se kanë ardhur gocat dhe duke qenë se do dalim pak më shumë, ndoshta do bëjmë disa gjëra më tepër, ndoshta do ishte interesante ta vazhdoja këtë vlogun. Sepse ndonjëherë edhe kur jam vetëm në shtëpi, pra të gjitha sekuencat brenda shtëpisë, mendoj se bëhet pak e mërzitshme dhe kjo është edhe një nga arsyet pse nuk bëj shumë vlog, sepse të them të vërtetën nuk është se kam dalë, thjesht kam pasur punë, kam pasur xhirime, edhe më duket shumë e mërzitshme t'ja u tregoj thjesht atë procesin, pra thjesht xhiroj, thjesht në shtëpi, në gatim edhe kaq. Prandaj këtë fundjavë që janë goca, do përpiqem të bëj sa më shumë gjëra interesante që t'ja u tregoj. Tani sapo jam bërë gati, jam duke i pritur, do vinë të marrin këtu dhe do shkojmë për brunch. Outfiti është në bazat e kafes, tani këtu nuk është se duket shumë mirë, do t'ja u tregoj kur të dal në ashensor. Dhe mua sapo më erdhi dhe një pako. Është pakoja këtu, janë 2 këmisha. Tani nuk ja u tregoj, sepse fillimisht duhet i hap të bëj një reels, por e sigur që do t'ja u tregoj nesër, se me shumë mundësi nesër do e bëj video, sepse sot jam vonë edhe nuk kam kohë, tashmë jam bërë gati, jam veshur, po besoj se nesër do e bëjmë një video dhe pasi ta bëj videon do t'ja u tregoj edhe këtu në YouTube se çfarë më kanë dërguar. I kam zgjedhur vetë edhe ishin super të bukura, më pëlqyen shumë. Besoj se vini re një ndryshim tek buzët, nuk është ai shkëlqim i zakonshëm, sepse Anisa më ka dërguar lip glossin më të ri që ka krijuar. Është brendi i vet, Anis Beauty. Unë do t'ja u le tag këtu, mund ta shikoni, ta bëni follow. Edhe nuk e keni idenë se çfarë arome të mirë që ka ky lip gloss. Asnjëherë nuk kisha provuar lip gloss që të vinte këtë aromë kaq të mirë, të vjen ta hash. Dhe vërtet që hidraton shumë mirë buzët, qëndron shumë mirë, pra nuk është shumë vajor edhe nuk është as shumë ngjitës, është fiks ashtu siç duhet. Anisa ka bërë një punë shumë të mirë dhe të gjithë përbërësit janë shumë, pra nuk ka kimikate, janë organik dhe kjo gjë është shumë pozitive, shumë plus. Kështu,
Shohim çfarë thon gocat, sepse sapo më shkruan. Janë duke ardhur, kanë ngelur në trafik. Ky trafiku në Tiranë, domethënë, është si ditjavë, si fundjavë, si festa, si jo festa, nuk ndryshon, është njësoj. Nëse, për mendimin tim, unë do ta marr prapë, sapo do të mbaroj, sepse më pëlqeu vërtet shumë. Dhe lipglossi është një nga gjërat që unë mbaj gjithmonë me vete në çantë. Pra nëse hap çantën time, do kesh një krahër, normal, portofolin dhe lekët, kartat, një lipgloss edhe një kapse flokësh, sepse dhe flokët, ja, për shembull sot I kam të lëshuara, po direkt I kap. I kam përdorur ampulat që ju tregova vetëm 2 herë dhe mendoj se janë okay. Flokët janë zgjatur pak, siç e shikoni, edhe të shojmë deri në verë tani, po besoj se do t'i zgjas. E kam vendosur. Make-upi sot është shumë I thjeshtë. Shto. Më pëlqen shumë ky pellushi që më erdhi nga Temu, sepse është fiks si një shall, nuk ke nevojë që të vesh shall, sepse unë nuk kam asnjë shall, nuk përdor asnjëherë shall, edhe gjithmonë kam ftohtë këtu tek zona e qafës, por përsëri nuk blej një shall edhe nuk e përdor sepse më duket sikur më bezdis, ndërkohë që kjo nuk është as pak e bezdishme dhe duket shumë bukur. Dalim tani. Edhe ju tregoj më vonë se çfarë do të bëjmë. Ky është edhe outfiti për sot. Sorry! Veronikën e kemi shofere kështu. Vero! Zoti moj. Hello, Vero. How are you feeling in Tirana? I like the city. Yes? You are moving here? Sapo u ndava me gocat edhe tani jam tek makina ime, po shkoj për në shtëpi. Shkuam për brunch, siç ju tregova, ishte plot distrikti, mezi kemi gjetur vend, edhe mora një sallatë Cezar, duke qenë se jam me regjim. Pra, edhe pse thjesht brenda vetes do doja të merra ndonjë croissant ose diçka të ëmbël, zgjodha që të marr sallatën Cezar, edhe zvendësova me drekën, pra drekën praktikisht e kam ngrënë tashmë, edhe ishte goxha e bollshme, të ngopte shumë, edhe ishte vërtet shumë e mirë, 10 nga 10, një nga sallatat më të mira Cezar që kam provuar. Plani tani është do shkojmë pak në shtëpi, edhe goca donin të shkonin të pushonin pak, sepse edhe dje nuk kishin fjetur shumë mirë, dhe do dalim edhe pak mbasdite pastaj. Në përgjithësi kaluam shumë mirë, pavarësisht se unë kam xhiruar shumë pak, se normal bënem më shumë muhabet dhe kështu. Edhe Veronika është gocë shumë e mirë, shumë pozitive, shumë afruar, edhe nuk ngjan as pak me një gjermane, pra të jep atë afërsinë edhe është vërtet shumë e dashur. Kështu koha sot është vetëm shi. Sa mendoja që mbaruan shirat, sepse javën e kaluar kemi pasur vetëm shi. Ja ku filluan përsëri dhe me sa duket e gjithë java do jetë kështu. Edhe çfarë do të thotë kjo për mua, baras përgjumje, lodhje edhe jo motivim. Kur koha është me shi, as më dilet dhe as më bëhet as një gjë tjetër. Kështu, do shihemi pak më vonë.
Përshëndetje nga dita tjetër, sot është e diel. Dje kishim bërë plane për të dalë, pastaj nisi protesta, na kishte zënë pak edhe gjumi, edhe e lam fare anulluam, nuk dolëm, si gjithmonë, domethënë çdo pas dite e kuptoj sa shumë jam plakur, sepse përtoj që të dalë. Nuk më bëhet fare për të dalë, thjesht dua të ri në shtëpi, mundësisht të shikoj edhe një film, të shikoj pak televizor edhe kaq. Kam shtrir flokët sot, shikojni pak se sa shumë janë zgjatur flokët. Dhe siç e shikoni kam veshur këmishën. Ja u tregova dje që më erdhi një PR box. Dhe sot bëra reelsin, sapo e mbarova. Kjo është këmisha e parë, më pëlqevi super shumë edhe ngjyra edhe prerja. Do ta kombinoj me këto syzet kështu. Dhe besoj se do dalim të pimë një kafe dhe në xhiro, duke qenë se është e diel, edhe koha është mirë, pra nuk ka shi. T'ju tregoj pak edhe këmishën e dytë. Kjo është edhe këmisha e dytë, është me via blu, më pëlqen shumë pjesa e mëngve dhe jaka është komplet e bardhë. Kjo me xhinset dukej super yll, me këto xhinset që kam veshur edhe tani, po e lash për një rast tjetër, sepse sot po vesh këtë. Do vesh diçka të shesh nga këmbë, ndoshta atlete, që t'jem sa më rehat, edhe do dalim. Nuk e di se sa rëmuj është ky vlogu, po kam përshtypjen që është shumë rëmuj, sepse kam xheruar në ditë të ndryshme, situata të ndryshme, nuk është se ka një lidhje shumë në pjesët që kam xheruar, por po përpiqem sa më shumë që t'ju tregoj, dhe ato momente që ja vlen për t'ju treguar të hap kamerën dhe të xheroj, sepse siç ju thash, nuk dua të bëhem e bezdishme dhe t'ju tregoj vetëm rutinën. Kështu. Kthehet pak parfum tani edhe dalim.